Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jeta që ka shumë e vështirë. Çfarë po ndodh me Francesca Muratin? Ish banorja po kalon një krizë. Ish banorja e shtëpisë së famshme Francesca Murati prej kohësh po jeton në Tiranë, ku shpesh ndan momente me miq dhe shoqërinë e saj, por asnjëherë me partnerin e saj. Kjo ka bërë që shumë djegës të mendojmë se ka një krizë apo divorc me bashkëshortin. Së fundmi, Francesca ka kërkuar ndihmë për të gjetur një shtëpi në Tiranë, pasi ka vendosur të shpërngulet përfundimisht. Pas këtij vendimi, ajo është pyetur nëse ka një ndarje mes saj dhe bashkëshortit apo probleme në jetën private. Francesca nuk e ka pranuar direkt, por e ka lënë të kuptohet se po, ka një krizë në jetën e saj private që mund të jetë edhe ndarje. Ajo shprehet, po kaloj një periudhë shumë të vështirë. Nuk është diçka që unë e kam diskutuar haptazi. E din vetëm njerëzit e mi të afërt dhe ata që dua. Më kanë ndenjur shumë afër dhe më kanë dhënë dashuri. Jam shumë e ngarkuar, po mundohem ta kaloj dhe ta përballoj. Por jeta është shumë e vështirë. Çdo gjë ndodh për një arsye. Në një moment të dytë do flas hapur dhe t'ju tregoj gjithçka që po ndodh në jetën time. Shprehet ajo.